Okej, miq të emisionit Koha Shtesë, sot do të jemi në intervistë me një ish futbollist dhe figurë të njohur për futbollin shqiptar. Jemi me Ditmar Bicaj. Ditmar, përshëndetje. Përshëndetje Claudio, faleminderit për ftesën, komplimenta për këtë podcast shumë simpatik edhe për këtë staf kaq mikpritës. Dhe profesional. E nisim me marshën e 5 tani me Shqipërinë? Po për Shqipërinë gjithmonë marsh 5 ta marsh, s'ta ulim në herë po. Marshin gjithmonë. Po Shqipëria e ka futur marshën e 5? Mbetet për të parë. Mbetet për të parë. Mendoj që jo. Pse? Shumë dëmtime. Jo shumë minuta futbollistëve. Po shikoj se nga janari edhe deri sot përveç Muçit dhe Ajetit dhe Gjimshitit, to tren, nuk pastaj pjesa tjetër. Ti si ish futbollist jam shumë skeptik. E di shumë mirë që disa ndeshje fiton edhe me ndjesi. Duhet ta ndjesh edhe një befasi të madhe që ta fitosh. Mendon se kemi këtë lloj ndjesie tani për sukses? Pra një ndeshje ku ti nuk je favorit, po e ke ndjesinë më vëllai që do ta fitosh. Dëshirën e kemi më të madhe se polakët. Shiko sa shqiptar do jenë në Varshavë, pafund. Dhe po ashtu kam edhe shumë besim, sepse gjithmonë trajneri Silvinho ka ditë që këto ndeshje teke dhe me shumë rëndësi të lartë, ti përgatitet shumë. Pra Silvinho ja del ndeshje teke thua, është më i mirë. Patjetër që po. Më i mirë se sa ndeshje në fazë kualifikuese. Megjithëse edhe në fazë kualifikuese ka marrë rezultatet, po që ti thua në një moment vendimtar në ndeshje teke, ku ka dy ndeshje për një kohë shumë shkurtër për 3-4 ditë, që don pak. Tek ndeshje teke është specialist. Është dhe pak kjo, sepse në kohën e Covidit kanë vënë re për shembull kur ishin ndeshjet e Champions League-s, kur ishin ndeshjet teke kishte më shumë befasi. Ndërsa kur ishin ndeshjet dyshe, zakonisht ekipi më i madh fiton, ëh. Po, tani do them bra. Ne duhet i lutemi Zotit në farë mënyrë që jemi me ndeshjet teke atë. Po, un kam shumë shpresë sepse pavarësisht se jam skeptik, por them që tek ndeshje Hysaj për shembull do ta nxjerr. E nxjerr tek ndeshje. E nxjerr tek ndeshje. Hysaj e nxjerr. E nxjerr dhe e qan. Po un them që po. Po Ditmar, shko si është puna më vëlla tani. Kur luan Shqipëria është emocion ndryshe. Ndërsa kur ti për shembull si një ish futbollist, vjen një moment sikur të mërzitet futbolli, ke parë pafund ndeshje. Dhe kur luan një ndeshje futbolli, ne si gazetar sporti për shembull, kur ndjekim me një ndeshje Champions League apo kampionat tjetër, sikur të shpife, nuk çijon më. Ama kur luan ajo Shqipëria, emocioni është stratosferë. A ke edhe ti këtë lloj magjie, domethënë kur shikon një ndeshje normale, që të shpifet gjë? Po gjithë sepse është identifikim. Pra, ne kemi shumë miq italian, kroat, belg, francez, gjithë ne, kur flasim gjithë stafi që jemi këtu për shembull, që po, gjithë kemi ca shok në Francë, më thash, komsi tjera, dhe kur vjen puna që krenohemi me diçka. Me turizmin shqiptar, edhe me futbollin, me ekipin kombëtar, se për gjë tjetër s'kemi çfarë krenohemi. Po, edhe për kryeministin. Edhe për kryeministin, Okej. Ne kemi bërë një intervistë Ditmar me një gazetar polak. Ka thënë një fjalë shumë të rëndë pjesën e krahasimit vet. Tha, kur po e pyesin për Ernest Muçin, tha që lojtari më i mirë i Shqipërisë nuk do të kishte vend as në stolin e Polonisë. Muçi tha mund të grumulloj vetëm nëse do kishte një dëmtim. Si duket ty? Jo, puna e këtij gazetarit polak, si duket, është si puna e iPhone-it, por nuk e bëra update, je shumë mrapa, je shumë versione mrapa. Ka ngelur me Internet Explorer. Legës Varshavës. Pra, Muçi sot që flasim, përdesë ka një vlerë shumë të madhe kartoni, do thotë që vlen, se nuk besoj që një ekip të hedhë 20 milionë euro me shumë staf dhe me shumë profesionistë mrapa për një futbollist dhe të hedhë tek çift. Studiohet për një kohë shumë gjatë dhe përdesë Muçi sot bën diferencën në kampionatin turk, që është 3 fish më i fortë se kampionati polak. Mendoj që meriton. Ose fund fare bëni krahasim çfarë do ishte Polonia pa Lewandowski, nëse ta marrim Lewandowski ta çojmë në Shqipëri. Polakët ku do ishte krahasimi? Polakët si natyrë janë shumë racist. Nuk i duan shqiptarët. Të gjithë futbollistët shqiptar kanë një të shkuar shumë të keq në Poloni. Po ne po marrim rastin e Ernest Muçin, ne marrim rastin e Sadikut, ne marrim rastin e Sabino Plaku. Kanë kaluar racizëm. Po Sabino Plaku ka shkruar New York Times. Futbollist që i kërkut prish kontratën dhe nuk pranoi dhe ditë 3 herë në stërvitje 3 herë ditë që në orën 7 mëngjesit, si për ta kapur të prish kontratën. Dhe Sabino Plaku filmon të gjitha sanat servitore me kamerë trupore. Dhe çështja ka shku deri te New York Times. Vetëm për faktin se ishte shqiptar. Sigurisht që po. Po nga buron gjitha kjo urrejtje? Domethënë për ne është pak a shumë si luajmë Serbi thua ti, në një mënyrë. Unë mendoj që po. Sigur po jemi në Beograd. Unë mendoj që po. Polakët, pavarësisht se ne shohim shumë polak turistë, polakët ne nuk mendojmë. Edhe sidomos nëse marrim krahasimin me Leskovacin, kjo e Varshavës është shumë më pavarësisht se nuk është se kemi shumë
afërsi me polakët në anë gjeografike, por e them me shumë bindje që nuk na duan. Nuk na duan. Ja. Okej, po sa i përket pjesës së Nuk janë si kroatët, nuk janë si slovenët, nuk janë si austriakët, nuk janë si holandezët, nuk janë si italianët. Polakët janë shumë racistë. Dhe është populli e kanë këtë qasje edhe vetë lojtarët mendon? Apo mendon se është diçka tjetër kur bëhet fjalë për lojtarë? Po flasim pra Mendoj vetëm që në ja. rangun e tifozëve. Unë flas në rangun e tifozëve. Jo, vetë lojtarë për shembull mund ta keni Unë do t'jap fantasia për ta mundur. Unë do t'jap Po. një detaj. Nëpërmjet një drejtori sportiv të një klubi shumë të famshëm, siç është Wisla Në Krakovës. Po. Sigurova biletat për të pa ndeshjen dhe nuk lejote që shtetës të huaj përveç polakëve të ishin në tribuna qendrore. Pra, sepse do ketë shumë huligan dhe nuk duan që të kenë përplasje. Pra, përdesë ato kanë shumë drejt nga ana federatës, por shikohet qartë që ka një qasje për të është qasje jo pozitive ndaj, jo vetëm ndaj shqiptarëve, por edhe ndaj turqëve ose po flas në asin konkret edhe ndaj Kosovës. Mendon se do ketë përplasje aty mes tifozëve? Mendoj që po. Do ketë. Do jetë problematike. Sa tifozë shqiptar pritën sipas te? 4500. 4500 tifozë. Do ketë probleme, do ketë trazira. Në rrugët e Varshavës do ketë probleme. Te e them me shumë bindje. Do t'japim ne edhe një farë këshillë edhe njerëzit që do jenë aty. E regjistroj, ëh. Po. Më përgjegjësi për çfarë them. Ti e di shumë mirë. Po prandaj po them se përgjegjësi edhe për kampionatin turk. I ka treguar koha sa ke në këtë gjë. Po e kanë fjalën që do t'japin me këshillë tifozëve shqiptar, cilët do të jenë poloni që duhet bëjnë kujdes sepse situata nuk është fare mirë. Po sigurisht. Ne shikojmë rastin e Jajga Lonjës kur erdhi në Tiranë, që shumë do bën gjeste ndaj herojt tonë kombëtar tek Busi. Nuk do shumë. Pra polakët kanë më shumë lidhje me serbët. E kuptoj. Dhe na shohin si kërcënim. Okej, do të marrë themi pak në atmosferën e kombëtarës tonë. Lista e Silvinjos është publikuar, lista e Shqipërisë ka dalë. Për herë të parë është grumbulluar Anis Mehmeti dhe Ernest Muçi. Domethënë të dy bashkë. Zëri i gjithë tifozëve u bë bashkë dhe vjen kjo listë. Nuk mendoj. Si të duket kjo? Nuk mendoj kështu. Zëri i gjithë tifozëve. Po. Po nëse do ishte Dago dhe Manej. Po sepse tifozët. Po më thuj, jo, kjo nuk është e ndershme. Unë e du Silvinjon shumë, e pëlqej shumë, e kam mbështet, do mbështes. Po tani zëri i tifozëve ku? Jo, e kam fjalën këtu. Ai në podcast ku është tes? Nëse do të themi gjëra siç janë. Siç janë gjërat. Po nëse Muçi, dakor. Nëse Muçi dhe Mehmeti nuk do grumulloj, a do flisim gjithë kundër kësaj gjë? Sepse këtë pa kërkonin gjithë. Muçi e ka marrë me dhunë vendin. Muçi ka marrë me dhunë sepse ka shënuar mbi 10 gola. Ka super form. Anis Mehmeti që ne gjithë donim, lim pyetje, po mos dëmtoshë Daku dhe Manej. Do merreshe Anis Mehmeti, pra ne them edhe Ishte çështë e fatit që u dëmtuan ata para të tjerë. Çështë e fatit tani, kjo është diçka që sepse Anis Mehmeti duhet të ishte grumbulluar më përpara. Do të kishte pasur një lloj edhe prezantimi ndryshe, edhe për median, edhe për tifozët. Se tani bie direkt Poloni. Po pra po, shiko se këtë analizë bëmë ne. Kjo ardhja e Ernest Muçit dhe Anis Mehmetit. Muçi është tjetër gjë më burr. Apo është gjë keq. Ora e flasim këtu sepse shiko, ka dhe një ndeshje tjetër përveç asaj me Polonin. Pra Shqipëria edhe nëse u mbet, do ta bëjë një ndeshje të dytë. Do ta bëjë me humbsin e Ukrainës Suedi. Silvinjo në fund fare mund të ketë marrë ta lojtar edhe t'i fusti ndeshje tjetër pa humbi. Pra që t'japi ato që avash të bëhen pjesë me grupin, që të bashkohen me grupin. E kupton? Ose fundit fare mund të dalë ndeshja 2-0 marrim rastin ekstrem, dhe ai t'i fut këta lojtar si për t'i thënë të marr bicet. Edhe njerëzve të tjerë që shikoni unë i futa, ja ku i kemi. Ka i shprehën Shkodër. Shkodran me njërin tjetrin thonë, "Më ka çu halla sa më la gojen." Ky është rasti po. Kjo është rasti. Nuk ti se mendon që do jenë pjesë e rëndësishme e ekipit. Jo, se mendoj unë po them rastin konkret si janë grumbulluar. Sa do doja unë, do doja ti që ti isha Anis Mehmeti normalisht, apo luan Championship. Po mirë mos. Super kampionat. Silvinjo ka qenë i luajshëm në tipin e tij, në mënyrën se i mendon gjërat. Ai për shembull fuste Hasanin edhe atëherë kur thonin të gjithë hiqe se nuk po luante mirë. Më pas nuk e dogji, nuk po e fuste më. Domethënë edhe me Arber Hoxhën, kohën më të mirë nuk e fuste, pastaj kur po luante keq Hoxha e futi, ka bërë disa lloj gjërash, por unë kam kuptuar diçka nga Silvinjo që nuk e ka personale me dikë. Është thjesht mendja e tij se si i bën gjërat. Po nuk e ka personale që për shembull ditë marr bicet po heqim vizën. Jo, ka një rast personal. Kush është rasti? Ju do ta dini mirë. Me Tret Berisha. Mënyra si ku Tret Berisha, po.
Kjo është, unë mendoj që personale. Po edhe Trit Berisha ka pasur dhe një rast me një trajner tjetër, te Torino, me Juric. Po dakord. Gjohon Silvinën tash atë e mbështet shumë dhe Silvinus i jep të drejtë rezultatin në gjitha takimet. Pra ka pas shumë probleme, pse s'është grumullu Filani, pse s'është grumullu Claudio Ditmari, të thash. Dhe në fund fare është kualifikuar në Gjermani, po se trajneri jep të drejtë rezultatin gjithmonë. Kjo është vërtet. Vende i parë kualifikueset e europiane dhe unë dua Silvinio sepse ka pas sukses dhe ka sukses momentalisht. Që a duan për shembull që të jetë mund informacion, du shumë. Nuk e preferon Silvinio. Mund kualifikohet për Leoni ç'të them. Po, vetëm shkon botëror me Muçi, pa Muçi nuk ka rëndësi kjo pjesë. Po s'kam ç'e them, asunës pra aty jep drejt rezultatit. Se këto zgjedhjet e Silvinios në ekip kombëtar gjithmonë ka polemika. Ka gjithmonë. Se jo më kot qoftë kombëtare. Po ka gjithmonë, po në rastin e Mehmetit mendoj që do të ishte më. Jo, unë po them për to Ditmar se edhe Ernest Muçi në kohën që luante te Beşiktashi nuk është njëjti Ernest Muçi me kohën që luan tani te Trabzonspori. Prandaj nuk e kemi parë një mundësi që Ernest Muçi i kësaj forme që si e trajton Silvinio. Është era parë. Se te Beşiktashi kishte shumë luatje. Po, dakor. Te futbollistët, sepse shumë njerëz nuk arrin kuptojnë që disa ka të bëjë kimia me trajnerin, me klubin që ti je. Se ne themi unë gjë, transferu filan vend pse s'luan më ky është shkot, nuk është shkot më. Por zotëri nuk është për shtatë mirë. Nuk është pjesë e ideve të trajnerit. Nuk e ndjek dot trajneri atë, ky trajnerin, Anasjeltas. Ka të bëjë shumë si përshtatësh. Ai është përshtat shumë mirë te Trabzoni, sepse trajneri gjatë gjithë kohës e ka suportuar. Dhe i ka dhënë rolin e liderit. Po këtu pra qëndron problemi, shiko. Te Beşiktashi ishte hije, ishte gjithmonë djali i vogël. Po Muçi te Trabzonspori fatit e ke po e trajton ndryshe nga të tjerët. Dhe unë e shikoj këtë që te Shqipëria ka shumë elemente që duan trajtohen ndryshe. Është Muçi, është Bajrami. E sot seanca servitor kombëtarës? Po. A ishi sot e pe? Jo, te seanca jo, e pash vetëm videot. E pe çerën e fytyrës që kishte Muçi, në krahasim me atë që shohim në Turqi. Në Turqi është gjithmonë duke qesh. Ktu ishte ndryshe. Se nuk është atmosfera. Po si jepet roli i liderit? Nuk jepet roli i liderit. Po pra këtë po të pyesja edhe unë tani. Momentin që ti jep Muçit rolin e liderit, shihet ti si është Muçi. O Ditmar, këtë po të pyesja tani. Ai fatit e ke për shembull Ernest Muçi te Trabzonspori e trajton ndryshe. Tani ti ke Nedim Bajramin që do trajtim ndryshe të nxjerrë ndeshje spektakël. Ke Ernest Muçin që do trajtim ndryshe të nxjerrë ndeshje spektakël. Ke Armando Brojen do trajtim ndryshe. Ne kemi gjithë lojtarët që duan trajtim ndryshe. Po i trajtove ndryshe secilin, në fakt po i trajton gjithë një lloj. Kë do kemi atë që trajtojmë ndryshe vëlla. Bajrami kush do ta nxjerrë nga palta? Unë mendoj që është e zauruar me kimi. Je i sigurt për të? Po sigurisht po. Në driblim për shembull kush duket më mirë, Bajrami apo Muçi? Por Muçi është i ardhur në kombëtarës. Por po flasim për kohën tani aktuale. Flasim nga Bajrami ka diçka. Nga 2026 deri 2030, 2032 ne do jemi me Muçin. Nuk jemi më me Bajramin. Me Bajramin, po. Bajrami është perëndim. Muçi është tash momenti i Muçit. Dhe ne duhet të fitojmë Muçin. Bajrami ka kontribuar një mënyrë shumë e madhe për të. Nuk është momenti i Bajramit. Është e zauruar Bajrami. Sot do të bëjmë me Muçin. Muçi është e ardhme. Mehmeti është e ardhme. Broja është e ardhme. Ditmar, ka një detaj shumë. Po çeo kem dukur, jo. Jo, mos pëlqej fare për mua Bajrami është, domethënë ne në Shqipëri nuk e kemi vlerësuar maksimalisht lojtar, për mendimin tim. Ço të Bajramit, Bajrami kemi marrë. Nëse ti shikon mënyrën se si Bajrami futet në driblim, edhe shikon Muçi për shembull, Muçi është më i mirë, por ka diçka që Muçi nuk e kërkon gjithmonë driblimin për të hyrë te porta. Bajrami është më agresiv. Merr topin dhe shkon vetëm portën. Merr topin dhe shkon vetëm portën, mundohet driblon që ta krijojë rrezikshmërinë. Ndërsa Muçi dhe Broja kanë një driblim që kanë edhe përgjigje të bukur, si më thënë, për të tërhequr mbrapa. Që mbas europianit, deri më sot, nuk është më titullar. Po ne lojtar gjithë kështu i kemi, lojtar që janë stol klubet e tyre dhe vinë. Jo, nuk është titullar kombëtar. Nuk është më titullar kombëtar. Okej, po. Yuri ndeshën e fundit të nxori kualifikimin apo? Është me Andorrën. Të gatoi golin që vajti topi te Uzuni. Ishte ndeshja 0-0. Ne thamë edhe vetë ne kemi qenë që hiqi Bajramin. 0-0 ndeshja, fut Bajrami, topi doli nga këmbët e tij. Rastësia apo jo, fakti që nga stoli ai në fush. Nuk përshajm Bajramin, Bajramin, Hasanin, i duam gjithë. Ne po themi tash kush ka momentin. Momenti është i Muçit. Po ka Muçi momentin. Momenti është i Muçit. E ka Muçi momentin. E ka Mehmeti momentin. Okej, Ditmar, ka pasur një detaj shumë të veçantë. Unë ka bërë intervistë me një pjesëtar të Federatës Shqiptare të Futbollit para disa kohësh dhe më tregoi për një dhomë të fshehtë të Silvinios. Nuk e di a jeni në dieni për të.
më tha që Silvinho ka një dhomë të fshetë në thonjza të Albania dhe kërkon një dhomë gjithmonë edhe në stadiumet e tjera kur luan transfer. Kur del ekipi në fush në momentin e ndeshjes, del Doriva dhe Zabaleta për të nxjerrur skuadrën dhe për t'i dhënë direktiva, ndërsa Silvinho rri 10 minuta në një dhomë dhe askush nuk e di se çfarë ndodh me atë dhe çfarë bën ai. Më pas del, pas do shumë mend, kjo është diçka supersticioze. Ai është fiksuar me një rit shpirtëror, do thoya. Ai mund të nesër në qirire. I frin qirire. Kaq të fortë janë rritet braziliane. Ai mund shtrojë në tapet falet. Ore, kaq të fortë brazilian. Kaq të forta janë rritet braziliane. Po di ku kam besuar që ai është shumë supersticioz. E marrin mend kur pati vu një varse. Po. Dhe të gjithë momentin që e ka vënë thonë gjithë ç'është kjo varse. Dhe e pyesin. Që duke pak çuditshëm. Mu duk thash se nuk është në formatin e trajnerit të ekipit kombëtar. Dhe është preh tek një miku joti dhe imi, gazetar shumë i mirë, që kjo do më sjellë fat. Dhe më të varse ai na çon në Poloni. Mundi Serbin, mundi se ka mundsi ka në Fier ose da këtë këndu në Fier. Po jo, e ka marrë nga Brazili, Edhe ka diçka me fat, po njifen të gjëra, njifen. Varse Silvinho domethënë është gjithë suksesi më. Po ti ke pas një Rubin Kazana që marrë të shtëpia, ke pas Bilicin e Kroacisë që marrë të kryqin dorë. Janë diçka që është supersticios, janë. Po ore, jemi mirë me Silvinho me këtë varse se me të shtëpia dorë. Unë i them Maja. Do ishte keq. Ore, vetëm fitojmë. Maja dhe varzën vazhdo. S'ka problem. Është diçka shumë. Ore, edhe për prandaj po them se po të shikosh ndeshjet se si Shqipëria fiton, se si ne kemi marrë këto rezultate, fatin e kemi pasur me vetë gjithmonë. Ne pasur. Gjë historikisht e kemi pasur. Edhe ndeshjet e fundit me Serbinë. Serbia 3-4 raste të pasura, ne zgjuatëm asnjë në port deri në minutën e 45. Një goditje, gol, edhe u komentua ndërkohë sikur e kemi bërë Serbinë lojë me një port. Ti harrove që u bën Kupën e Afrikës, magjia zez? Magjia. Po pra, po nuk e prisja që ajo është ka buxhin. Ore, nuk e prisja që magjia braziliane të ishte më e fortë se magjia e atyre në Afrikë, ata në Afrikë janë të smershëm për magjira. Ato do të marrin një tastisë pe. Ato kanë peshira, nuk e di se si kishin me peshira, sa herë prekin. Po çuditshme. Është çuditshme. Deri dje se besonin, po tash po besojnë. Po tani për ndalur pak edhe te pjesa e formacionit ditar. Altin Lala ishte i ftuar të jetë emisioni me Gasport, i Altin Suqes, edhe sugjeroi diçka ndryshe në pjesën e formacionit. Ai tha që unë do të preferoja për shembull tha që të kishim një treshë mesfushore ndryshe te Shqipëria. Dhe i kërkoi Kristian Aslanin, kërkoi Qazim Laçin dhe në vend Julian Sheut tha mund ta bëj këtë rol fare mirë edhe Ernest Muçi si një lojtar që mund të luajë edhe teç box to box. Mendimin tënd, a mund përshtatet Muçi aty rolin mesfushorit? Mendimi im. Pavarësisht se Lala e shikon me sy. Sepse çdo njeri ka atë, mënyrën se si e shikon futbollin dhe pëlqen futbollin në fund fare. Kam vështirësim tjetër sepse Muçi nuk është i fortë në box to box. Muçi do lishmëri, ka kreativitet. Do fantazinë, të përdori fantazinë. Do të jetë i lirshëm fush. Kurse pastaj ne nuk mund të ulim Julian Sheun në stad sepse është lojtari më i rëndësishëm të Shqipërisë. Edhe performancë që ka pas Julian Sheun nuk mund ta ulësh sot, nuk ta pranon asnjë. Momentalisht nuk ta pranon asnjë. Mund të ulësh sot Aslanin po ja Julian Sheun. Po nëse e marri për bazë atë se çfarë po flitet për mënyrën se si do të luajë Silvinho, thuhet që në rolin e qendërshëlmuesit mund të jetë Mirto Uzuni. Sa mirë apo keq mund të jetë kjo? Për mua është perfekt. Është perfekt. Je sigurt? Mirto Uzuni, po Granata ka bërë 12 gola. Po është ide këtu më dha se topat e gjatë Strakoshu, kush do t'i uli? Se Uzuni nuk është tat lart. Befasin që ka Uzuni se ka asnjë. Pavarësisht se brohesh më shpejt, po befasin që ka Mirto Uzuni se ka asnjë. Nuk të shqetëson kjo gjë? Për shembull për topat e gjatë Strakoshës, që do marrësh as i duelti. Fare. Ne me topa gjatë, nëse bazojmë lojën te topat e gjatë, dije që jemi të humbur. Kemi marrë fund informuar. Shtatërsinë ka më të fortë. Në naja janë më të fortë se ne. Ne do të bëjmë lojën tonë. Të shkollojmë sa më shpejt topin dhe të arrijmë që të shmangim kontaktet fizike ndaj. Kush do të ishte treshja jote ideale për sulm? Formacioni do jetë, mendoj unë 4-3-3 që kthehet me 4-5-1, pra me dy wingra që zbresin poshtë, është njëjtë, unë mendoj që do jetë i njëjti formacion siç ishte në Serbi. I njëjti. E njëjta strategji. Po treshja sulmuese që ti do doje. Që do doja unë. Po. Idealja për ty ndaj Polonisi. Vetëm një treshë sulmuese, se pjesa tjetër janë lojtarë të cilët Uzunin maj, broja nga djatha, Muçi nga majta. Muçi nga majta. Po. Dhe treshja mes fushës Laçi, Aslani, Julian Sheu. Hyse nga djatha, Ajeti Gjimshiti, Mitaj.
Praktikisht një vetëm një ndrim nga formacioni i Silvinjos, në vend të Arber Hoxhës si mund të luajë aty, futet Ernest Muçi. Ta meriton. Tani nëse se meriton Muçi, i bie që s'marrin vesh nga futbolli, nuk e di. Ti do të kishe fut Muçin? Gjithmonë po. Është lojtari kryesor, nuk bëhet fjalë. Është lojtari i cili e njeh Polonin, e njeh atë stadium, ka dëshirë me lënë gjurmë aty, se nuk është trajtuar mirë te periudha që ka qenë te Legia Varshavës. Por janë shumë komponentë. Se unë si trajner merrem e shkruara e Klaudios, ka qenë filan ekip dhe unë sot luaj ndaj një ekipi kombëtar të Polonisë. Kur ka qenë Klaudio te Legia Varshavës, unë kam dëshirë, duke parë që Kladi ka formën e mirë, kam dëshirë. Po. Plus që për të vazhduar mendimin tënd ka dhe diçka, që Ernest Muçi shkëlqen dhe merr gjithçka mundet në momentin që ai ka pak mllëf në veten e tij. E kam parë për shembull ndeshjet e kaluara. Kur ishte te Legia Varshavë, Muçi shënonte 2 gola kundër Aston Villës dhe kur vinte ndeshje normale ai ikte nga fusha, nuk luante më. Ky ishte problemi i Muçit, që nuk ishte të njëjtin motiv gjithmonë, por me Poloninë ai ka motiv fort, siç e the edhe ti, për shkak të së shkuarës, për shkak se do t'i tregoj polakëve që kush ishte ky lojtar. Dhe ai ka një motiv të fortë edhe në egon personale për treguar se kush është, për të gjithave. Dhe besoj se kjo mund të ishte një ndeshje e Ernest Muçit. Unë them që edhe kjo që thotë është, por unë mendoj që edhe goditjen nga distanca, sepse ne nuk pretendojmë të shitikim me tiki-taka tek zona e. Po pra se si do zgjidhen ndeshja në fund fare ti do një armë për të shnuar golin, si mund ta shtosh? Standarde. I gol siç bëni Bajrami për shembull Çeki me goditjen nga jashtë ose Hasani këtu. Po pra po ti haron diçka, që është magjia e Zezit që vendos fund. Kështu që Silvinjo do ta gjejë një mënyrë. Është varse pra. Është varse dhe varse do ta gjeni një mënyrë, mos i goditje standarde, një goditje këndi. Ore një mënyrë do dali, po Shqipëria do fitojë. Dhe kjo është dhe bindja jonë në fakt. Kjo është dhe bindja jonë, që ajo ndeshje do dominohet nga Polonia, po Shqipëria do fitojë. Është e habitshme, llatarshme kur e mendon, po është bindje valla. Do ta thash, është pak a shumë si ndeshja me Serbinë. Që Serbia e filloi mirë, krijoi 2-3 raste, kishte çekullimin e topit, por ne ishim vendos, shënuam golin pastaj dhe menaxhuam mirë lojën. Në fund fare 3 pikë dhe jemi ku jemi. Pra nuk është të thënë që loja, presionin e kanë polakët, ëh. Presioni është i gjithë atyre. Presionin e kanë polakët. A jetë ka ata njerëz që mendojnë që po shkojnë ndeshja 0-0 deri në minutën e 30 Shqipëria ka të fituar? Ja. Në nivele shumë të larta, unë thënë që edhe po shkojë deri në minutën 85, prapë nuk je sigurt. Jo, nëse marrim një farë përqindje, domethënë që nëse ti e mban deri në minutën e 30 apo 35 0-0, është ajo që theti që presioni do i shtohet akoma më shumë polakëve dhe ti do fillosh kesh më shumë hapësira për kundërsulme. Jo, kjo është një ndeshje që edhe polakët e dinë vetë, që do të jenë kujdesshëm, nuk mund të kalojnë aventurë që në fillim, edhe pavarësisht se nëse nuk shënojnë golin, do kenë porosi nga stafi që të jenë të dërueshëm, sepse normalisht edhe Shqipërinë e vlerësojnë, që edhe Shqipërinë e kanë analizuar shumë mirë. E di që kemi potencial, e di që kemi lojtarë shumë mirë dhe do jetë, domethënë pak a shumë edhe luftë nervash. Sepse nuk pretendojmë tash ne polakët që në pjesën e parë ta zgjidhin takimin. Kjo s'ka sens. Po. Është luftë nervash edhe mendoj që çdo gjë do durim. Do durim. Si nga me polakëve, ashtu edhe nga ajo. Po Ditmar, di çfarë bëri që isha kurioz se pjesa e listës së Silvinjos ishte Yasir Hasani. Domethënë, o kishte rast Silvinjo tani për ta hequr qafën në një farë mënyrë Yasir Hasanin, ose ka pasur ndonjë tjetër. Lufta në Iran, fakti që nuk po luan futboll atje, u kthye te Partizani, duke marrë përbazë gjithë ato historitë që dolën që ai se po qen me këtë lojtar, po e lënë stol gjitha këto. Domethënë, o kishte mundsinë ai tani për ta lënë jashtë Hasanin, ose s'ka për të pasur ndonjëherë. Dhe e mori prapa. A ishte kjo një farë mirënjohje apo tregon se ai e ka akoma planet e tij në kuptimin e për të luajtur në Polonisë? Jo, ai e ka plan. E ka plan? E kam planë, beson shumë te sallaga e Hasanit. Mund ta nxjerrë prapë situatën? Patjetër që po. Do rikthehet 2 vite. Hasani për shembull mund të futet në lojë minut 60 dhe unë them që gjithmonë i krijon 2-3 mundësi. Se është vetë tipi i lojtarit. Edhe po pse ra kaq shumë Yasir Hasani në kohë kaq shkurtër? Domethënë për tempin që i jepte. Në tempin se okay, në gjithë ndeshjen si më thon, Hasani gjithmonë ka bërë golin, nuk është se ka krijuar shumë volum. Por që prapë në kohën e kualifikuesve të Evropianit ishte një Yasir Hasani që po ta merrte topin këmbë nuk e humbiste. Ndërsa më pas filloi dhe ta humbiste shpesh. Jo, të kualifikuesve jam plotësisht dakord. Pastaj te pjesa e Evropianit. Te pjesa e Evropianit po filloi momenti që kishte shumë rënje. Shumë probleme, edhe Seferi, edhe Hasani për shkak të kampionateve ku militon. Pra ti tash të marrësh kampionatin e Dubait ku ishte
Në Kore, po. Edhe në Kore, dhe të vish lush në Europë, do është jashtëzakonisht. Po ai Hasani në Kore gjeti prap. Shumë e vështirë. Në Kore gjeti, në Kore i bëri golat. Në Kore gjeti, por problemi i Hasanit ishte që nuk po merrte minutat e duhura në Kore. Po. Nuk po merrte. Por i po qëndron në stol, kjo është e vërtetë. Edhe kur vinte pasaj këtu i besohesh rolit të titullarit, nuk i përgjigjeshin këmbët, sepse nuk kishin minuta në këmbë. A është për ty ky brezi më i mirë që ka pasur në kombëtare? Se është shpesh një diskutim. Është brezi më i mirë apo jo i Shqipërisë? Brezi më i mirë nuk mund ta them që është, por mua brezi më i mirë është brezi i kohës Bedar Kolës, Alban Bushit, brezi më i mirë. Pra po ta marrësh si futbollist dhe si cilësi, ka qenë brez shumë i talentuar. Altin Lala, Altin Haxhi, Geri Çipi, Rudi Vata, Besnik Hasi, Bedar Kola. Por nuk ka qenë federata shqiptare në këto lloj përmasash. Pra futbollistët për të shkuar në Gjermani ose për të marrë grumbullimet e ekipit kombëtar, kaloshin 4 tranzite. Kanë qenë më të vështira gjërat. Të nxjie jeta për të bërë ndeshjen. Po tani ishte lodhe pa parë për këtë. Dhe çfarë lodhesh kalonin futbollistët? Nuk ka qenë si futbollist, unë them që ai brez ka qenë shumë herë. Ti thua ai lloj brezi me këtë lloj federate tani do të shkonte shumë larg. Shumë larg. Nuk do merrni për bazë botërore fare që të futesh më aty. Me ato lloj brezi që kemi pas ne, jo se jam nostalgjik. Po të marrësh për shembull të shohësh se çfarë lloj lojësh kanë bërë, se çfarë lloj, pavarësisht se ne themi ngjose, çfarë po thot ky. Po them gana individuale. Për shembull ne se kemi Bedar Kolën. Bedar Kola atë kohë lutet te Panathinaikos. Që Panathinaikos ishte që ku ishte. Po, ishte superfuqi. Ne atë kohë themi për shembull për Alban Bushin, që Alban Bushi nëse do ishte sot, sulmuesi i tillë do peshoheshin miliona. Pa Alban Bushi po kishte të bëjë edhe pasaporta, se nuk është pasaporta shqiptare siç është sot, siç ka qenë në vitet 95. Është vërtet. E kupton ti të merresh vizë atë, shkosh të lushe në Greqi ose në Bullgari, se çfarë lloj përpjekësish kishe futbollisti atë bëu shumë herë më shumë sakrifica. Kurse sot janë bërë gjëra më të thjeshta. Po mirë, ti po e krahason me atë lloj kohe. Unë do ta krahasoj pak edhe me kohën e Biazit. Ai i sigurt që ka kaq shumë diferenca në cilësi mes lojtarëve. Sot me kohën e Biazit. Po. Sot unë mendoj që sot po. Po mirë, hajde marrim bazë për bazë formacionin. Marrim mbrojtjen, qendrën e mbrojtjes. Atëherë ka qenë Lorik Cana, Mërgim Mavraj, sot është Berat Gjimshiti, Arlin Ajeti për shembull. Kush është dyshim më fort për ty? Ajeti me Gjimshitin. Merren vesh me Sulmull. I sigurt? Se dhe Mërgim Mavra ka qenë super nivel atëherë mbrojtje. Super nivel, më nuk lojtar super elegant. Unë marr dyshim. Mënyra si merren vesh Arlin Ajeti me Berat Gjimshitin. Sepse për mua për shembull Mavra mund të komentonte më mirë me Cana për faktin se Cana ishte karakteri i liderit. Mavra ishte më i pagabueshëm ndërhyrje. Po dakord, po kjo është dyshim frikshëm. Ajeti me Gjimshitin. Po si shpjegohet Ajeti për shembull, një lojtar që në klub nuk ka marrë asgjë. Në kombëtare është i çmendur apo? Arlin Ajeti po ta marrësh, ta analizosh 90 minuta me ekipin kombëtar, flas gjithmonë, nuk i gjen dot i gabim. As në ndërtim loje, as në lojë 1 kundër 1, as në luftën në ajër. Është për mua është fantastik. Fantastik. Arlin Ajeti. Por ka një lloj qasje tjetër me ekipin kombëtar. Në klubin nuk e di fare se çfarë bën, e kam një kur ishte në Serie A. Por me ekipin kombëtar ka një lloj qasje. Mund të themi që është ky një nga lojtarët e Shqipërisë që ka marrë më pak karrierës në aspekt personal. I ka marrë më pak karrierës. Se pati vetëm një pjesë e Torino, ka pas shumë oscilacion. Edhe pastaj u largua, nuk ka qenë asnjë në top nivel. Ka pas shumë oscilacion. Pavarësisht se ka treguar vetëm me kombëtaren që mund t'i bëj keq çdo sulmues, është i aftë me kombëtaren, thash edhe herë, me kombëtaren tjetër sot. Shumë po të marrësh neshën në Wembley, në Angli që humbën 2-0, Ajeti perfekt. Ka qenë perfekt në atë neshë. Perfekt. Përveç rastit e Rikenit që e nxori me Komevones. Tani, don se çfarë lloj. Po flasim për Rikenin. Çfarë lloj sulmesh kishte Anglia atë takim? Perfekt. Perfekt. Okej, po të kalojmë pak te pjesa mes fushës. Atëherë ka qenë për shembull, më kujtohet Migjen Basha, Tavlan Xhaka, Kukeli, me Musha, këto kanë qenë emrat që përdoreshin më shumë. Tavlan Xhaka ka qenë Abrashi. Edhe Abrashi, po. Me Musha. Edhe Kukeli. Ndërkohë tani po flasim për mesfushorë si Kristian Asllani, Julian Shehu, Qazim Laçi. Jo. Krahasimet nuk i bëj dot me
në ato që kanë dhënë për klube. Unë bëj krahasimin vetëm te ekipi kombëtar. Tani nëse do shohim ne kush është më mirë, Kokeli apo Julian Sheu, diferencën është të madhe. Se Julian Sheu me kaq pak neshe që ka luajt, ka treguar që është futbollist i bukur, ka statur shumë bukur, teknikisht, personalitet. Domethënë, na ka impresionuar gjithëve. Jo se Kokeli, edhe Kokeli ka qenë shumë i zgjuar, shumë taktik. Po Julian Shehu, unë mendoj që ka diçka më shumë. Ka diçka më shumë. Ka diçka më shumë. Po në fazën e sulmit, Armando Broja apo Armando Sadiku? E di që gjëja e parë bie direkt në mend Broja, por nëse flasë për kombëtare, Armando Sadiku ka qenë në super nivel, Për aq sa ka lozur te Shqipëria. Nga talenti ka diferencë madhe. Nga talenti. Broja është në kati 15, Sadiku është te kati 2. Nga talenti. Nga përkushtimi dhe nga uria, Sadiku është kati 15, Broja është kati 2. Nuk ka dëshirë, nuk ka uri. Sadiku kishte uri. Sadiku ta bote golin nga hiç. Se kishte dëshirë, kishte uri. Më kujtohet ndeshja France-Shqipëri, nuk e di kush ka qenë Adil Ramia, një mbrojtës tjetër i Francës, tha jam llafarisur nga sulmuesi i Shqipërisë nga Armando Sadiku. Po njoh mirë, unë njoh. Për mënyrën se si shkonin në pressing, tha ishte i çmendur. Ishte non-stop i Po. çmendur. Ishte si kafsh. Po Sadiku nuk është ka pas talent. Sadiku ka pas uri, kishte dëshirë të jetë gjurmë, kishte dëshirë gjithmonë dilte nga fusha me gol. Edhe ka qenë diçka për tu vlerësuar. Pastaj talenti që ka Broja është. Është tjetër nivel. Tani futbollisti që shkon te Chelsea nivele shumë të larta me ta shpejtësi që ka ai. Okej, po shumë diskutime ka për pjesën e Armando Brojas. Ne folëm edhe pak çfarë me Nevil Dedën, ishte De Biazi i cili dha një koment të bukur për mënyrën se si Broja mund të rikthehet te Shqipëria në një super nivel dhe i tha që unë do ta trajtoja ndryshe Armando Broja. Do i bëni një trajtim special, do shkoja në Angli, do ta takoja nga afër, do shikoja se si kalon një ditë, se si e ka kulturën ai, se si e ka trurin ai, a funksionon kjo gjë apo është politike edhe kjo e De Biazit. Se De Biazi vjen shpesh për të parë ndeshjet e Shqipërisë kur ishin trajnerët e Shqipërisë. Broja është rrit me një familje shqiptare, por nuk është rrit si shqiptar. Është rrit as i anglez nuk mund të them. Se anglez janë pak. Si mund ta gjeni fjalën e duhur? Apo si mund të nuk e di si çfarë shteti mund të ishte një miks mes Anglisë dhe Shqipërisë. Mund duket si pallatet mbretëror anglez. Pallatet mbretëror anglez. Më të çajin, pak hiti, pak qumësht. Pra, nuk i përshtat as origjinës vetë nga është. Po mirë, më po dhomat e zhveshjes, se dihet gjithë ajo përplasja që Broja është shumë i butë. Po nuk ndryshon njeriu vëlla. Bënë pyetjen tash. Kush është brezi atëhershëm apo brezi sot? Ti e kupton se çfarë lloj sakrificash bote Fatmir Vata marrë me ekipin kombëtar. Se çfarë lloj sakrificash bote Rudi Vata marrë me ekipin kombëtar. Të vishë nga Skocia të kaloshe 4 tranzit. Të rishë me gjithë njerëzit, nuk isha business class atëherë, se sot jam me business class. Ti e di që kërkesa që bëhet nga disa futbollistë kombëtarës në drejtim federatës është që unë nuk vi po se kam biletën business class. Jo, edhe deri këtu arrit, ë? Tash ti duhet të dish se gazetar. Ja, këtu ishte befasi, kjo ishte befasi. Tani, kupton, pra ne them, Federata Shqiptare është nivel tjetër sot, është shumë herë lart, organizim perfekt, i plotson futbollistëve çdo lloj kushi. Atëherë vite Rudi Vata që ishte lider të Sadiku, vite me bilet që sigurohesh Federata Shqiptare e Futbollit me një zyrë, aq ishte një zyrë kishte. E ti di shumë se ku kishte, edhe më thotë Rudi shkosha në vend fundit. Në gjojë edhe shkarkusën në tualetin, e dëgjojë në avion. Tani e kupton ti çfarë do sakrificë kanë. Sa shumë ka ndryshuar gjëja. Ne thamë bosh. Se sa ka shumë. Ka pas pasion dhe ka pas më burrni. Por sot kam janë gjë më të thjeshta. A do t'i marrë maksimumin vetes ky njeri? A do vi një moment që t'i marrë maksimumin? Unë uroj shumë se unë du Brojen, e du shumë, po kemi 4 vite që presim. U lodhëm pak tani. 4 vite janë shumë. Kemi 4 vite për nuk tash unë uroj shumë, po ta marrë që i përdor ekipin kombëtar, leqi në gjurmë, sepse ky bën 2-3 shpërthime në lojë, ndizën gjithë populli. Njerëzit e duan shumë. Edhe unë uroj shumë se po shikoj atë fotografinë. Armando Broja Ernest Muçi, kjo është dyshja nga cila pritet. Edhe uroj shumë që
Na tha një detaj të bukur në Vildede kur e Vi drejtoja duke qeshur burr, vi duke qeshur, vi me dëshirë burr, se më duku sikur është gjithmonë e palum. Tha në Vildede kur kanë drejtuar të dy këta lojtarë të Avrishat e Shqipërisë në 19, mundësisht ta kemi rafur Polonin ta këtu në 19-ën dhe kanë qenë të dy në fushë dhe Ernest Muçi ka ritur çdo gol. A e shikon si një dyshë e cila mund kombinohet mirë? Po këto kombinojnë shumë mirë në tjetër. Në vidi ka qenë tu, po unë kam pasur që kur ka qenë në vidi trajner, to kombinojnë me symbyll. Edhe unë trajner për shembull tim i kombëtarës, gjëja e parë pyes për të shkuarën që kam pasur me ekipin kombëtar. Se këto me një datlinje. Po. Dhe më bën jam i çuditshëm se janë të dy karaktere të brishta. Më bën përshtypje pse trajneri nuk ka arrit që tifuzi ato dy më burrë. Se këtu kanë kohë që rrin bashkë. Ora që 19 vjeç bashkë, kanë luajtur me sy mbyllë, njihen, janë rrit bashkë. I ke parë në ndeshje të dy lojtarë dhe mendon se janë kombinojnë me sy mbyllur, siç e the. Sigurisht që po, sigurisht që. Pavarësisht se s'ka luajtur shumë me njëri tjetrin. Merren vesh, ato dy merren vesh me sy mbyllur me njëri tjetrin. Është pjesa e karakterit të tyre që janë pak të brish, por shumë talentuar. Po talentum janë. Se edhe Muçi është i brish, me thënë drejtën. Kurse të kjo pjesa edhe Muçi ka brishtin në karakterin e vet. Nuk është lojtar i përshtatshëm. Jo, po vrasmen çfarë ti bëjmë brojës edhe Muçit që doni kanë një recetë veçantë, por çfarë ti bëjmë? Nuk e di ku ti çojmë. Çfarë mund të bënim? Si punë marincave, ti çojmë në një vend të lëmë 4-5 ditë nëpër mala. Survivora, nuk. Sepse edhe janë edhe kushtet e kontratave që marrin që përfitojnë, po prapë unë them është në ADN. Është në ADN. Është në ADN sepse ke futbollistë që marrin miliona dhe prapë kanë dëshirën, kanë nekun, do të fitojnë sakrifica. Unë më men domethënë Bledar Kolën tek Panathinaikosi kishte kontratë marramëndse dhe më men turneshe me Greqinë tek 12-0 që ngura të bambushit dhe Ervin Fakaj. Një lloj urie, një lloj dëshire e paparme për të. Po ndoshta kjo është edhe në futboll botëror nëse e çojmë në krahasim, pra ndoshta nuk është vetëm Shqipëria sot me Shqipërinë dikur, po edhe në nivel botëror ka qenë ndryshe futbolli, atëherë dhe ndryshe tani. Është kthyer më shumë biznes. Lojtarët kanë më shumë kushte. Lojtarët nuk futen për 100% e tyre. Kur shikon pra futbollin botëror, a është e njëjta mënyrë se si ti e shikon qasjen e gjës, apo e kemi ne më shumë kaq drastike ndryshimin e përjetimit? Jo, nuk e kemi ne, është në futbollin botëror. Është në futbollin botëror. Është futbollin botëror sepse unë jam tifoz i vjetër i Gjermanisë. Unë lija mësimin 2002 për të pa gjemonin botërorin e Koreas dhe Japonisë. I kam sot e kësaj dite shënuar formacionet e futbollit, zëvendësimet e gjitha. Dhe kur shikoj gjemonin e tjerë me të vetmin futbollist me ngjyrë, Asamoah, që ishte resi, gjithë bardhoshat gjerman, korreshtoshin gjerman. Sot, jo se jam racist, por ka humbur identiteti. Ka humbur identiteti tani. Italia pa e humbur identitetin. Franca po. Franca është bosi Senegale, më të thash. Po ka humbur pra, pavarësisht se është kjo lëvizja. Po që ne si Shqipëri, ne si Shqipëri nuk na falet se ne këtë gjë kemi, po se kërkuan atë gjën me zemër e me shpirt. Kroatët kanë qëndruar tek pjesë e kroatëve. Të zemra dhe shpirtit thonë. Po, kroatët janë shumë janë tipik Ballkanas. Turqit po ashtu. Grekët jo. Serbët kroatët po. Kanë qëndruar. Sa për kroatët. Po ditë marrën, kohën kur ishim me Debjazin, kishte edhe diçka, që Debjazi dhe Tramezani ishin dy personat ku ne kemi shnuar pafund gola nga skemat. Asi në mëng ishte Tramezani. Okej? Të theksojnë mirë. Asi në mëng ishte Tramezani. Çdo gjë vinte nga Tramezani. Po ta mbane vetëm Tramezani në Shqipërinë? Pse jo? Do kishte rezultat po. Po patjetër. Se kështu e kam dëgjuar edhe unë nga ish futbollist i Shqipërisë që Debjazi ishte menaxher. Menaxhon edhe dhoma të zhveshjes. Tramezani ishte truri i skemave. Edhe unë kur kam dëgjuar nuk e kam besuar, por e kam forcuar mendimin kur më kanë thënë 2-3 ish futbollistë. Dhe thash atë tu pasa diçka. Pra gjitha Sali, Mavra, ishin gjitha skemat e Tramezanit. Ti harrove golin e Salit në Norvegji, ti harrove golin e Mergi Maurit në Francë. Në Francë. Me kokë, skema. Me kokë, po. Hysa që u fut aty, krosimi. Tani jo se Debjazi normalisht, po Tramezani thonë gjithë që ishte truri. Po mirë vëlla, ne kemi Nanin, kemi Doriven, kemi Silvinjon, kemi Zabaletën, kemi Bulkun, po marrë vetëm ta 3 jashtëmit. 3 trajnerë po mos bër dot një skem. Një gol në një skem e bukur për shkak kanë vetëm 20 ndeshje vëlla. Nuk ke një gol me një skem caktuar nga udit e këndit. Kjo është argumenti jot.
Kundër argumenti im si trajner. Po. E do. Po jep. Kur ke psuar më shumë gola? Në kohën e Debiazit apo në kohën e Silvinës? Ka më shumë ekuilibër tani që është e vërteta. Ka më shumë ekuilibër. Pra ky është kundër argumenti që ty t'jep trajneri. Sepse ti je drejtori im ose presidenti im, jep një kështu, unë them kundër argumentin. Po kjo nuk të Kush ka rezultate më të mira? kjo nuk të ndalon ty që të arrish të shnosh një gol nga goditja standarde, sepse ti me aq veta do shkosh aty përpara. Kjo është edhe Ti me 7 veta do shkosh, po prapë soi. Gjë. Është njësoj po shkon mangut. Është njësoj se them unë ty tani hajde lym bashkë, dhe pse nuk e lëviz ti kështu? Po, nuk ta dikton dot lëvizjen. Ti ke lëvizjet e tua, nga lëvizjet e mia. E rëndësishme në fund është kush fiton, se pastaj se si lëviz gurët. Ne na pëlqen me pas skema. Trajneri nuk do. Trajneri do godit nga 30 metra. Si lurat. Si lurat. Raketat iraniane. Do kemi raketë iraniane tani? Uroj shumë. Po të thuash do uroj që do të kemi raketa iraniane, po flasim për futboll, po flasim për ndeshjen Poloni-Shqipëri. Po them raketë iraniane, them për Yasir Hasani, se lutet Segali. Do raketat iraniane të Do Hasanit. raketën e Yasirit do burr, Apo të Muçit. Mos bëhet raketë turke tani. Po ai Erdogani po maqetësi kështu. Do të shikoj një herë situatën si është. Uroj shumë, sinqerisht, uroj shumë që Muçi, domethënë, të lejë gjurmë kombëtare. Sa shikoj që edhe ai ka një lloj ngjarje psikologjike sa herë vjen këtu. Se ka të bëjë shumë ambienti. Ka të bëjë ambienti, Ka shumë bëj ana psikologjike. Është dhe pak pjesa e së shkuarës të është edhe një problem e vetë. Për shembull Muçi kur ka ardhur te Trabzonspori, ka shënuar një super gol dhe nuk ka festuar, ishte kjo fytyra e ngritur. Myrto Zuni në La Liga botën namin. Gola, lojtari i vitit, zbulim. Vitet e ekipi kombëtar u fikte. Pse? Ngërç psikologjik. E shkuara, ç'a mendojnë to për mua? Gjase unë kështu. Atje ishte i lirshëm. Sa atje zumë ditë njëri, as nga je, as çka ke bëmë përpara. Është presioni thua. Është gjithë presioni. Është shumë i madh për lojtarët. Po pranë them. Është shumë i madh për lojtarët. Ditmar Bicaj ka qenë edhe një profet në parashikime. Ne si te koha shtesa ashtu edhe te Sport Expressi kemi zbardhur ato parashikimet e tua, po parashikime që ishin vërtet parashikime që ishin të faktuara dhe para se të ndodhin gjërat për futbollin turk, ku gjithë të sulën me sharjen komende që si ka mundësi Ditmar Bicaj thotë që futbolli turk është më i mirë se Serie A dhe koha da drejt. Mungesë totale informacioni e tifozave shqiptar, shumica. Jemi bazik në mënyrën se si shkojnë futbollin. Po na ka ngel ora 98 në Brytet. Kur shkonim në shkollë, sidomos brezim, shkonim në shkollë, ishte pushimi i madh, merrnim në byrek në dorë dhe merrshim këto, kanë qenë i mamen shumë mirë. Këto që ngjiteshin te revista, Po. Edhe na ka ngel, tani nuk është më Parma me Lilian Thuram, Cannavaro, Fuzer, Hernan Crespo, Juan Sebastian Veron, nuk është më Parma më. Unë Parmës nuk e njoh as një lojtar. Stadiumi Parmës, që është Serie A, që në 94 nuk është restauruar. E ke pati stadiumin Tardini si është? E ke pa filmin Tifozi? Ashtu është. Tani stadiumet në Turqi zotëri janë gjithë modern. Stadiumet në Turqi janë gjithë të mbushura. Hadi ikim dojmë shohim nesër në Lecce, me qenë se kemi nga Vlora në Lecce, kemi 45 minuta. Hadi ikim shohim nesër në Lecce. Stadiumi i hap. Do të marrni pa dylbi me para Ramadanit, se nuk ka kapsyre pa. E ngatron po. Hajde shkojmë shohim nesër në Antalya, me qenë se ikim bëjmë pushimet, shohim edhe nesër në Edhe Antalya. parashikimi Ditmar Bicaj ka qenë që Antalyaspori e rref Lecce dhe Pisa, gjithë duke u futur. Natë e ditë, pas servitje fare, pa nxjerrje fare. Gjithë anët, nga ana ekonomike, nga ana infrastrukturës, nga ana organizative, me futboll po. Po ti shiko rastin e Osimhenit nuk e morën dot ekipet e Premier Ligës, sepse Galata i ofroi më shumë lek. Që Serie A nuk bëi fjalë shkondaj se nuk kishte mundësi ta mbante. Marrin Veronën, Bolonjën, që është për mua ekip i mirë. Shkojmë tek qendra servitore e Bolonjës dhe do shkojmë tek qendra servitore e Trabzonsporit. Do shohësh diferencë goxha të madhe. Frikshme. Të frikshme. Hadi ikim futemi bashkë, marrim dhe kamër, marrim me çunat. Edhe shifet ti se duhet me ja faktu tifozëve. Po. Unë falenderoj që e shkruajnë, ka edhe ato që marrin vesh. Po shumica dha janë nostalgjik. To kujton se nuk e duan Italinë. Unë e duaj Italinë, se s'ka se ne jemi rrib Italinë.
Ne ktheshim Sharpin atëherë me pa Edhe shiko, edhe për mua personalisht, kjo është arsye se pse ne nuk fituam Italinë Evropian. Se pavarësisht gjithave, kur dolëm në fushë, ai Cristiano Asllani për shembull është me Barelën e ka idhull valla. E ka idhull valla. Bajrami, e duan Italinë valla. Si mund ta rafësh ti dikë që ke idhull? Se rev dot. Ne kemi Italinë dhe dukim shumë. Ndërkohë që Italinë e rev dhe Maqedonia. Pse? Se nuk e trajton si trajton Shqipëria, si zot. Dhe ku brenda? Është të mërshme. Është të mërshme. Hajdash. Është të mërshme. Edhe për të vazhduar në vijë logjike dhe pyetjen e fundit, pas tyre parashikimeve që ti ke dhënë të sakta dhe precize, kush është parashikimi jot për ndeshjen Polonia-Shqipëri? Parashikimi i saktë nuk kam, po di thënë që bën gol Arlina Jeti. Arlina Jeti. Arlina Jeti bën gol. Ky parashikimi çfarë nuk ka erdhi? Ç'ne gol Jeti? Është fiksuar. Është parandjenja jote. Është parandjenja ime. Unë parandjenja më fort. Do ta zbardhë te Sport Expressit? Do ta zbardhë. Jo, po mendoja që sa bukur do ishte që të ishin edhe basat ta apo që ta vendosin e çunat, po. Po ke, mund ta kesh. Jo, janë basat janë durë. Këto basat në Europë, këtu në Shqipëri s'ka basat në ndaluara. Nuk ka ende basat. Kështu që mund të investojnë te Arlinda Jeti gol, besoj se koeficienti do të jetë i lartë, se është mbrojtës fund. Ato që janë do faqet europiane. Jepi edhe më nurën çunave se do vi goli me Rafeshan me kokë. Tash në ata nuk e faqet do. Mund të ditën që Arlinda Jeti do. Arlinda Jeti do jetë gol fitore apo gol? Se nuk e di. Uroj shumë që të jetë fitore. Po edhe në gol shtesë, në kohë shtesë, më qenë se jemi këtu kohë shtesë. Kohë shtesë. Kohë shtesë është ajo që vendos çdo gjë. Ti e di mirë. Kohë shtesë është në kohë shtesë vendos çdo gjë. Tamam plas tapet. Po nëse shkon kjo ndeshje me kohë shtesë me penalltit, a mund të fitojë Shqipëria apo kohë shtesë dhe penalltit janë për ekipet më të mëdha? Penalltin nëse shkon kam besim te Strakosha. Për momentin e tij ideal është vërtet. Te Strakosha kam shumë besim. Se po kalon super moment, është Polonia është pa portier. Është dëmtuar portieri i parë. Kam shumë besim. Plus edhe ka të bëhet shumë faktori janë psikologjike. Se do jetë ngarkuar Polonia. Ditmar Picaj, shumë faleminderit që ishte pjesë e kësaj interviste. Ndërkohë ftojmë gjithë çunat shohin sa ka Arlina Jeti. 15 është koeficienti. Shikon, se do jemi 15 në epokën e teknologjisë. I blemi pal shtëpi me Arlina Jetin. Mos një, po hyr një kështu një dhomë, pjesën tjetër e rregullojmë. Do të shoh komentet para, se mbrapa ose diun ç'a bëj. Ditmar Bicaj, shumë faleminderit. Miq, kohë shtesë, kjo ishte intervista me Ditmar Bicaj dhe sigurisht do të jemi sërish në intervista tjera për diskutuar për kombëtaren. Faleminderit.